Kryeministri i Shqipërisë, lideri suprem, tullon urimin e fundvitit për gjithë shqiptarët e në përvet në vet. Aksion! Si e ka lutë mirë, du t'i uroj që të gjithë shqiptarët për këtë vit, sidomos i pensionistat mos i prishni gjitha lekët e se tash në vërtet në e dhoma tash problemet, po jo t'i bini me shkelme, lurunit sa për shembull i futës një bank e rroni me përqindje, e në këto tjere të këtyne. Kujtin kena ngret rrogat sa aq shumë, kena ngret sa nuk s'm kujtohen Allah tash se ne tash. Nëse do të thonë, ky vit ka qenë shumë vit i mirë, përveç një ca kështu tek tuk, jo po në arrestim, jo po në ku dëgjoj unë, jo në spak në budalliqe. Gjona, kështu që ana unë kam i kërkesë të veçantë përveç për ju shqiptarët, se për ju po punoj për ditë, 365 ditë të vitit. Tash e në i ditë e meritoj në unë, se në unë njëri jam, me dhe mund s'm ka po lopa, njëri jam. Kështu që vë pëpëgjysh, ma e qik dorë në lasët, s'puta e qik me këto arrestimet, me këto spaknat në lasët. S'po përrim dëtë të mamë dhe në nëzi jetë, që boni këshu e të festojmë dhe ne të shi të mamë. Kështu që pëpëgjysh, të lutëm, kjo mund e lele, po do me në një mu, mirë, po s'do, thuj s'kom mundësi, e në ta møllim këtë mua betë të shise. Më duket se unë njoftëm qikë si shumë, se nuk nejse gëzuar që të gjithve vit në ri, 2026.